Këto mund të shohim çka valize, çanta. Po, është Ka ndonjë detaj që road trip, është film road trip. Është Goni dhe Lemja, janë mamë e birë, cilët vinë janë emigrant në Angli dhe vinë në Shqipëri për të gjetur një vajzë nuse të virgjër. Para se të nisen këta, për arsye fluksit të madh, siç vinë emigrantët në verë, që ka shumë fluks, s'ka nuk ishte edhe makina me qira. Tani, unë nga ajo zonë që ishin dhe ata, aty afër isha, Luli, personazhi im, shkon me këta rrugës për të shkuar në shtëpinë e vet, sepse mami e ka marrë telefon dhe i ka thënë që qenin tënd e ka shtypur makina. Edhe duhet të vish. Dhe vjen me vrap dhe bëhet bashkëudhëtar në makinë me Lemen dhe Gonin. Pastaj rrugës vjen dhe Sara. Sara është një grua e cila po ndahet nga buri, po ikën dhe po lë burin për shkak të dhunës. Dhe në aty që do vinte Goni dashur për të gjetur një vajzë shqiptare të virgjë për të martuar, dashurohet me një grua të mërtuar. Të ndahen nga buri. Ja, aty ikën truri, pastaj Lemes fare.